ekip e re pra nga Danimarka me 5 lojtar Buck, Skace, Steso, Bang Bang edhe Sinzi. Pra, kjo është pesja kundërshtare ku do të përballen ekipa jonë në këtë best of one, mapa Ancient. Mos të harrojmë edhe 2 lojë tjera. Nëse arrin fitore këtu, do të na presin edhe 2 lojë tjera për BN-n. Sot ka qenë shumë ma lehtë se herave tjera për shkak që 2 lojët e para Bad News Eagles i ka pas free win. Pra në mungesë të check-init prej 2 ekipeve kundërshtare njona prej tyne ke edhe prej Kosovës, ekipa from PR. Vazhdojmë një kontakt repeated me Gence Rigonin, ku ky fundit realizon tashmë një quad kill, ishte shumë bafër për Ace Rigon. 2-0. Shkojmë me njerë pa unë bërko me roundin e 3. Ka me të mute sinopsi kur kena lyt premium bashk, për arsye mos më një 2 herë në mikrofon edhe TeamSpeak edhe in-game. Sonja i ke mutin se jena spectate, nuk na lën serveri. Ronde i 3 me Sinqen në radhën e parë për entry, të fokusuar për në bus site tashmë ekipa jonë. Në shojmë sinopsin, vazhdon në eliminim të kundërtarit Steso. Sinops ishte shumë afër për killin e dytë, është në full blind Cicia, vend ndihma e Flatrus nga pozita e default. Treshja Skace, Buck dhe Sinzi që po afrohen në pozitën e backline, pra në short dhe në long të bus. Përgjigja e Flatrus me një molotov. Kemi Gence në default, se njeri në bëmen dhe një flank prej Rigon. Tashmë mjaft mirë to e shfrytëzon momentin e Rigon, është shumë afër për double kill Rigon. Realizon double killin. Presim edhe killin e 3 të shfulës. Mbetet vetëm lojtari Skace në këtë round Rigon. Nuk ja del deri në fund. Senar dhe Jax kundrejt danezit Skace që pa afrohet tashmë në pozitën e longut. Ka me vetën një smoke dhe një nade. Lojtari Skace në zonë avat e tij, mjaft mirë të Jax, full pick, eliminohet. Lojtari i fundit kundërshtar, pika e 3, 3-0 Bad News Eagles, një fillim shumë i mirë. Në plus i madh për ekipën që po i shohim e kanë mundësinë me lujt në mapën e tyre më të dalluar tashmë end si end. Lojtë e fundit që i pam edhe pas rikthimit të BN-s, pra statistikat më të mira i patëm në këtë map se sa edhe në Mirage që kemi prit më shumë prej djemve. Insta red smoke. Ky play pra që e shohim shpesh me vetëm Rigonin në mid, por nuk kanë arrit falni me vazhdu këtu BN-ja deri në fund me push apo edhe me Rigonin. Kemi një ndim për dyshën Flatro dhe Sinops ku pa afron tashmë në heaven. E shohim kundërshtarin Bang Bang që ndodhet brenda në cave anën e majt. Eliminohet Skace. Tashmë një push solo prej kundërshtarit Steso. Bang Bang dhe Steso, dysha që eliminohen shumë shpejt në cave dhe në banana. Kundërshtari Buck do të bëj ping nga pozita e Donat. Frot në asajt aty edhe Gence. Duhet një pritje për Senirin këto apo jo. Ka arrit që ta eliminoj kundërshtarin Buck, lojtarin e Donat. Rigon shumë afër lojtarit tjetër kundërshtarit Sinzi, që eliminohet mjaft mirë dhe lehtë prej Rigonit. 4-0 Bad News Eagles. Vazhdojmë me roundin e 5. Throjt smoke-it për në outside, pra kemi një rush play prej Bad News Eagles. Eliminohet lojtari i parë Sener, ishte në entry nga sniperisti Sinzi. Afron të lojtar kundërshtar, pra me poshtë të shpejt në Donat. Blokon mjaft mirë me këtë smoke, pra pa tyre lojtari i midit Buck më herët që e pa në Donat. Rrëzik këtu
për djemt nuk ka fare info për këtë lëvizje të kundërshtarit Bak. E shojmë shpatan atë flatër apo jo, ka arrit ta eliminoj flatërën deri në fund lojtari Bak. Low City ndodhet të regon me këtë flash, nuk ka eliminim tjetër nga Rigon. Betet vetëm Jack dhe Synops. Shojmë Synops me një spray tenton për double kill, nuk arrin këtë dyshja Jack se Synops. Pika e parë nga kundërshtarët Falcons. Ekipa e re Danimarkës. Pra full retake në all side nga në tyre me 3 lojtarë gjallë. Një AWP dhe 2 AK asej për roundin tjetër që po e presim. Loj shumë me shpejt e lojtarit Bak. Arriti ta eliminon të flatrën dhe bën të damage tjetër tek lojtari ishte Genzi shumë afër Amenit. Të lojtarë në elbow 3 të tjerë në search për banana këtu nga ekipa jon. Nga tjetër pashto dhe 3 lojtarë nga ekipa kundërshtare, 2 nga ta në long dhe njeri prej tyre brenda në cave. Ishin me 4 lojtarë fillimisht ekipa e Falcons në both side. Tashmë shojmë një entry kill nga Snopsi. Snop dhe 4 në anë tjetër Jaxi sak regot këtu. Në kundërshtarin e parë lojtarin Steso, afrohet Skase në pozitën e shortit. Dhe kemi lojtarin Bak. Po qëndron në first corner të longut. Një flash për në cave. Ka ekipa kundërshtare, largot Jax, një dësh i nadit. Rigon ka arrit ta eliminoj kundërshtarin Sinzi. Vetëm me vetëm 2 lojtarë ekipa e danezve. Një kontakt mes flatrës dhe kundërshtarit Bak. Shojmë flatrën me tjetë shumë afër për eliminim, vjen edhe ndihma e Snopsit dan nga prapa. Afrohet tashmë edhe Sinops. Eliminohet Sinqa, tredi shpejt i flatrës. Tari Skase nga Red Room eliminon Genzin. Është ende gjallë pra e shojmë smoke për në pozitën e bus. Flash në CT. Ka mbet brenda në Red Room kundërshtari Skase. Rigon dhe Sener ende në hold për ndonjë ninja diffuse nga lojtari Skase. Flatro e menduar kjo për një lëvizje të kundërshtarit drejt pozitës së backline. Por ka një lojë tjetër të Danis Skase. Realizon këtë save deri në fund për këtë kallash të djemve. Pik tjetër për Bad News Eagles, pika e 5. Një default në vend të Senerit ishte Jax, pra me një ndin nga Flatro për boost në hold me AWP drejt longut. Synops dhe Flatro që arritën entry killin, pastaj edhe Rigon me një lëvizje nga pozita e elbows, ku prapa ti qëndronte edhe Sener. Një call tjetër nga Bad News Eagles, janë 3 lojtarë në pozitën e elbows, late flashes në mid. Nuk arrin dojmë push deri në fund, tërheqja prapa, full kontakt për në Amen. I vetëm Sinopsi do t'jetë në pozitën e bus apo bananas. Eliminohet, tenton që t'futet në cave për të i smokët Sinopsi, ishte vetëm një bait i vogël nga kundërshtari Bang Bang. Unë dëgjuan edhe hapat e tij dhe tentoj Sinqa që t'futej në timing. Eliminohet, tashmë një rajtje drejt offside-it nga Bad News Eagles. Lojtar në Donata në City nga ekipa kundërshtarit. E shojmë Skase, realizon double kill, ndalët më në fund nga Flatro. Nuk po shojmë tashmë dhe Flatron në vetëm 2 HP Jax. Janë killi i dytë i Gencit dhe vazhdoj me lojë agresive dhe në fund me push në Temple. Në anën tjetër vjen presioni nga pozita e Donat, nga lojtari Sinzi dhe prapa ti Steso. Pra 2 lojtarë kundërshtar kemi në Donat, futet në Amen Flatro, broki position Jax. Në presim një kill tjetër ndoshta nga Genci. Është shumë afër këtu tajnë në Steson, mid shot. 2 kundër 2 është ende kjo situatë. Lëshohet ai smoke për në C4, bllokohet as bomba. Është tjetër nga Genci. Afro 4 në Amen, nuk ka kill. Sinzi realizon double killin deri në fund.
Dhe full diffuse bashkëtari I tij Stetso. Raundi 8, 5-2, I rezultat 3 pikë para Bad News Eagles. Ndryshohet me njerë taktika. Se më herët pra, kurse tashmë në këtë round kemi sniperistin Team Checks që kërton për enter kill drejt Kevit, e shojmë Snaps, arrin një trade pashto dhe Flatro, se shumë ma forti në Heaven, Sener që ba arrin të kaloj për të I smokun nga pozita Elbows, kemi Flatro dhe Senerin, nuk I fundit mbetet solo gjallë deri në këtë sekund ku eliminohen nga kundërshtari tjetër. Kemi një problem këto me Synopsin. Nuk po muj me ja ek. Mute të sinqes, po provojmë. Po tash na I kanë edhe emnat e lojtarëve kundërshtar. Synops Killi I parë nga Sinqa me Pito 50, kundër përgjigja nga kundërshtari Bak prej pozitës së dëna drejt Senerit, ishte një kill për të I smokut. E kill tjetër nga lojtarë. Ka një në bë edhe në dënat në këtë aksion eliminon edhe Flatrën këto kundërshtari Bak. Ka 4 tjetër, shumë afër për një ace. Vetëm Jax, edhe më tash 2 eliminime nga Genci. Tari Bang Bang, që po qëndron shumë afër Gencit, pra e shojmë vetëm një jiggle pick. Nuk ka kill tjetër nga Jax, nice try, pika 4 e ekipës kundërshtare Falcons. Arrit që të ngushtojnë tashmë dhe rezultatin ekipa kundërshtare deri në kundërshtari Skase që të shëndrën në med dhe shumë afër për killin e 4, dalet nga Genci, eliminot Synops Flatro dhe Rigon në med dhe në Heaven nga lojtari Skase, loja agresive. Loj shumë e shpejt, e shojmë sa bukur të Jax e shfrytëzon rastin dhe e përcjell kjo timing mjaft mirë deri në fund Gencin, e që ndalet tashmë nga sniperisti kundërshtar Sinzi, ku kanë info edhe për Senerin me dodën e tij brenda Kevit, me vetë C4 ndalet edhe Sener, nice try. Para zot kjo rezultat nga 5-1 në 5-5. E presim një half buy prej Bad News Eagles, ekonomi e dobët pas 4 pikëve të fituara nga pesja daneze. Përsëri kundërshtari Skase për killin e parë nga ekipa e tij. Eliminohet Synops. Ishte një
vetëm në mid Sinqja. 4 lojtarë tjerë të Bones, tash më shohim një kontakt në Banana. Vazhdojnë me këtë pritje tek ky smoke I hedhur në cave. Tre lojtarë janë në drejtim të flatrës, po mundua me një jiggle se të ketë info këtu flatro. Nuk ka ndonjë push apo lëvizje të shpejt nga ekipa kundërshtare daneze. Në old pared, lojtari Skejs në as site, lojtari Buck. Tash më lëshon nga Evon në drejtim të Donato Bad News Eagles. Pozita e Buck brenda në temple, largohet nga Broki. Kemi në Molotov të hedhur drejti. Utet në site edhe flatro, e shohim Skejs që po kërkon killin pra pak e smokët. Kemi në push të shpejt të kundërshtë dalet. Ky trade I shpejt edhe nga Senar. Shohim Senar mjaft mirë dhe Rigon me një one tap. Nga 4-2 në 2-2 situata. Rigon. A do të kemi një kill tjetër nga Rigon. Lloj shpindollo dysha kundërshtare. Rigon mjaft mirë. Rigon. Dalet. Rigon dhe Senar është kundërshtari bang bang. Me një spray që arrin ta fitoj edhe pikën e 6 dhe duke e arrit pra ekipa e Danimarkës të dalë para Bones me një pikë të vetme. U tash më erdhëm edhe deri tek raundi I fundit për pjesën e parë. Bëhet drop një AWP për Sinzi nga Bang Bang. Skejs, tash më vjen entry kill I flatrës. Shohim një lojtar tjetër në Heaven Buck dhe double push në Heaven dhe po ashtu në B main. Gjithçka barabart 3-3, 2 killa të flatrës pra double entry nga One Flatro. Piki shpejt I Gencit në temple, nuk ka ende kill në sniperistin Sinzi. Undermite brenda në temple aty Sinzi. E shohim një ding në kokën e Gencit nga pozita e Cities, kundërshtari Buck. Afro Rigon të killin e lojtarit Buck, tashmë Rigon ende gjallë dhe shpëton në 28 HP. Brenda në temple sniperisti dhe prapa në amen e shohim Steso. E shohim këtë timing të kundërshtarit Steso. Ishte shumë afër Gencit dhe nuk pat fare info këtu as GX as Senar. Këtë lëvizje të shpejtë e kundërshtarit Steso. Rigon e shohim këtë lëvizje mjaft të mirë të kështu, por që e ndalë sprejnë deri në fund dhe kjo I kushton me defuse të kundërshtarit. Nice try Rigon. Ishte shumë afër për realizimin e killit për atë lojtarit të parë në tentim për defuse të bombës. Përfundon pjesa e parë 2 pikë para ekipa daneze 7-5. Vazhdojmë me pjesën e dytë në City side tashmë Bad News Eagles. All mjaft I mention nga Synops me këtë play me 5 lojtarë në mid. Ose kemi throw të fleshave prej njënit nga lojtarëve kundërshtar. Ai I cili e fitoi edhe këtë round e pam aksionin në 3-4 sekonda ishte në full blind pro 2 apo 3 lojtarë të Bones e kjo edhe e fitoi pikën e parë për ekipën e danezve. Stuck në cave nga Bad News Eagles.
full ego, do vazhdoj ky round të përcjell ekipën ton. Në outside, pesha daneze ku eliminohet Seniri. Blokohet pra pozita e donat me vetëm një smoke, po ashtu edhe në city me dy lojtar close side dhe tjetri në temple. Tashma eliminim drejt sinopsit lojtari Sinzi. Do vazhdojnë deri në fund në ndjekje pra të djemve këto ekipa kundërshtare. Eliminot edhe Regan dhe Jax deri në fund. Rush play për në outside. Ky call nga ekipa Falcons. Eliminot Regan, eliminot Synops. Tashmë vetëm Genci këtu në apësit të sajtit. Një traitor shpejt të Jax në kundërshtarin Steso. Pozita e big box me dy lojtar në mid side position, plenti bombës dhe top of default. Sniperisti Sinzi. Duket se kemi një call për save, po tërheqje prapa e flatrës, Senirit dhe po ashtu Gencit. Afron në pozitën e Kevit pra treshja jone e ekipës. Anë tjetër, lojtari Kpak. Kemi një triple save me këta 3 fora. Kill nga kundërshtari Steso në sinopsin. E shojmë me shuzën me njerë mundësin. Futën në outside në mënyrë mjaft të shpejtë ekipa kundërshtare. Shojmë Molotovi drejt Regan ku ndëgjohet. Regan vazhdon dhe në fund me ti. Në ndihma e Gencit, vetëm një kill tashmë ka mbet vetëm Flatro. Një kundër 3 situata për Flatron. Do të 34 HP Flatro. Kaftë mirë të Flatro, e shojmë një play që i afrohet klaqit dhe në fund Flatro. Kundërshtari bang bang, dhe me pik në anën e djath. Nuk ka kill tjetër të Flatros, nice try, ishte shumë mafër për këtë klaq 1-3. Juan Flatro, 11-5 2 raunde. I duhet pesës danezve që ta përmbyll më apo Ancient. Mos ta harrojmë këtë turnament, kjo mundësi për PGL Astana. Pra është me eliminim direkt. Me vetëm një humbje eliminosh direkt. Nuk ka mundësi tjetër, vetëm se janë 4 open qualifiers për LAN event. Të parën e pan pardje ishte një humbje pra për BN-in. Edhe sot jemi shumë afër humbjes, edhe pse nuk i di deri në fund. Nëse kemi një humbje pra edhe në këtë lojë, janë edhe 2 mundësi tjera pra open qualifiers 3 dhe 4.
Fillon raundi me 4 lojtarë në banana nga ekipa kundërshtare, shohim këtë wall bang mjaft mirë nga Flatro. Arrin bëjnë një damage të madh në drejt kundërshtarit Stetson Flatro. Pro tashmë edhe Synops në hold për B, në ndihmë për Senar dhe Flatron. E shohim se neren një jiggle pick në vetëm një smoke tek pozita e Bomenit. Eliminot Synops. Shohim me ende gjallë Flatro këto në hold tashma për bus side vjen ndihma e Rigon. Full kontakt. Loj shumë e qetë. Kam pashtë edhe në avantazh. Lojtarët danez, lëshohen për në donat. Kjo tashmë është kuptuar nga agenci. Do të vrapoj sa më shpejt që të bëj pik në pozitën e trokit. Ndodhet në blok tashmë GX, janë afruar lojtarët njëri nga ta që eliminot mjaft mirë nga agenci. Ndim shumë e madhe për ekipën tonë, tenton erën e dytë drejt kundërshtarit Stetson. GX vjen ndihma e Rigon. Mjaft mirë GX. Eliminime nga agenci futet në sajt edhe Flatro. Kundërshtari Sinzi në anën e majtë dënat nga pozita e tjembe, Rigon që blokon lojtarin e fundit të ekipës kundërshtare. Vjen pika e parë në City side nga Bad News Eagles. Ishte rezultati 7-5 dhe 4 raundit të fituara rresht edhe nga Falcons. Ata si daneze, tashmë me 11 pik. Arrin bëjmë plant edhe bombën në outside. Një plus për ekonominë e tyre. Play tjetër tashmë nga ekipa Falcons. E shohim late game pra në drejtim të midit. Rigon që futet në donat. Kemi një kundër përgjigje prej fleshit. Një molotov drejt Synopsit. I duhet të rriqe prapa si që është ndryshoj pra pozitën e ti. Nuk lejohet Synopsi nga kundërtari Skejs. Flatro dhe Senar eliminojnë lojtarin e Kevit pra Stetson. Të rriqe prapa tashmë nga ekipa kundërshtare. Shohim bombën në minimap nga snajperisti Sinzi që afrohet në pozitën e Bomen. Largon nga pozita e Kevit tashmë edhe Senar, lojt defanzive nga Bad News Eagles. Double mollis në short. Apo më falë ishte një smoke në short dhe një molotov në site. Eliminohet kundërshtari Bak nga Senar. Vazhdoj qaza, double kill nga Senar. Senar, triple kill. Ndal ekipën kundërshtare. Mbetet vetëm lojtari Bang Bang. Kërkon Rigonin. Ja del që ta fitoj duelin. Lojtari Bang Bang. 25 sekonda për danezin. Afro tashmë te pozita e Bomen. Double kill nga Flatro dhe Senar. Tjetër ping nga Bad News Eagles. 2 raunde në City side. Kemi një tactical timeout apo technical, falni, problem nga kundërshtari Steso, pra largohet nga serveri. Deri sot rikthehet, duhet presim që të vazhdojmë live me raundin tjetër. Mundësi pra për pikën, ndoshta edhe pikën e 8 këto për Bad News Eagles. Do të jetë një ekonomi e dobët që e përcjell ekipën kundërshtare dhe besoj do vazhdojmë vetëm në eco apo half buy. Do të jetë më e lehtë apo më i lehtë ky round për banen. Dhe shohim se çka do ndodh deri në fund.
Double Molotova në drejtim të Bananas. Në atë pozit është përmblidhet ekipa kundërshtare me 5 lojtar, ndeshon në rush. Shojnë të reagimin e Senerit, vendima edhe Sinopsin nga pozita e shortit, 2 eliminime nga Sinops, Flatro dhe Sener. Dalit Flatro, dalit Sinops. Tari Skejs me vetëm një deagle, realizon të rëmëtash një triple kill. Eliminohet Skejs në fund Jax dhe Rigon në full pick. Pika 8. Insta elbow. Genci në ndim për dysha në Rigon Sinops. Tjetër play për në Bomen nga kundërshtar. Shojmë në munges të armëve janë shka që jetua në force spy. Shkoj për pikën e parazitit të përgjit. Pozit nga Femire Flatrës të ka para info këto ekipa kundërshtare. Double kill i Flatrës, Sener. Qaza, double tjetër edhe nga Sener. Mjaft mirë ky hold deri në fund nga dyshja Flatro dhe Sener. Kill i fundit prej Sinopsit, ndalet kundërshtari Sinzi. Enzo, faleminderit shumë për respekt, dashni për ty shoku jo. Cia për full buy tashmë nga 5 Danezi. Ardojnë me një play default me 2 lojtar në elbow, 3 të tjerë në search për Banana, realizohet një boost tashmë shojmë në mid, një fitu Rigon e ka kuptuar lojën e ekipës kundërshtare. Të damage i madh edhe për lojtarin e dytë i cili realizoi edhe boostin. Pra ishte lojtari Skejs që shpoton ende gjallë. Bang bang Steso, dysha shumë afër Flatrës në pozitën e Kevit. Probleme këtu për Flatrën, ngutët baksa Flatro ndalen nga bang bang. Gjithçka barabart 4-4. Një tjetër smoke i hedhur pra për në pozitën e elbows nga Sinops apo Rigon. E shohim Rigonin që vazhdojnë lojën sneaky pick në pozitën e Evan. Nuk kam fare info për këtë lëvizje të Rigonit ku dysha bang bang dhe Steso, mjaft mirë Sener. Eliminim shumë i shpejt i Senerit në sniperistin Sinzi. Skejs, pozita e tij në Bomen, 2 të tjerë lojtarë të ekipës kundërshtare që futën në kontakt në B-side. Lojtarët e Kevit, do e shohim Gencin tashmë. Do të tentoj që killin për C4, është i blokuar ato Genci. Frota dhe lojtari bang bang dhe Skejs që arrin ta kalojnë edhe këtë smoke. Rigon tashmë në double kill. Është në Rigon ky impact i madh prej shfulës, super round i Rigonit. Quad kill në këtë round e Rigon, spoton ekipën ton pika e 10. Vështohet përsëri rezultati tashmë nga Bonea me një rikthim në City Side. Qysh nga fillimi roundit e po me Rigon, spektakël i gjallë. Insta elbow përsëri nga Jax. Do vazhdoj lojën Rigoni për në donat apo në A main push. 4 lojtar në elbow. Do t'jetë një late game nga ana e tyre pra me flesha drejt midit, lojë defanzive prej Sinopsit dhe Gencit. Shohim Gencin me AVP nga donat. Sinops në red room. Vazhdojnë të kalojnë prej pozitës së midit tashmë në heaven ekipa e Danimarkës. Sener dhe Flatro në hold për Bomen dhe pozitën e Kevit. Opa. Full pick nga kundërshtari Skejs. Presim kundër përgjigjen e Sener. Vetë ti blokon në pozitën e shumë. Ndihmë e vogël nga Sinops, por nuk arrin deri në fund që ta ndalin ekipën kundërshtare Bad News Eagles. E pa pra lojë shumë e shpejt e lojtarit Skejs me atë pik drejt në headshot për Flatron. Ishte në jiggle Juan Flatro për throw të smokut apo molotovit të ndalë ekipën kundërshtare. Nuk ju lejua kjo Flatros.
GX. Medet në havën me këtë avo po Gilci. Pra pa ti qëndron në Rigon, pra 2 litarët e as në fillim të raundit. Tentim nga ana e tyre për save deri në fund. Shpresojmë që t'ja dalin Rigon e GX. Edhe për raundin e tyre të fundit. Terrorists win. Tactical timeout tjetër nga trajneri. 12-10. Një raundi duhet danezve që ta përmbyllin ancientin. Ekipës son 2 raunde që të vazhdojnë për në overtime. Rush, po në atë site, po tashmë në holdë tjetër Rigon. Dhe shojmë aksionin. Rigon, dollën në full blind Rigon. Dhe përzisja e Sinops. Ndima nga pozita e sajtit. Në një pozit nga të mita është përgjëlloj i off angle dhe i si qëse një pot 4 blenda në dënat. Po shajaja. Për fundon pra tentimi apo open qualifier si dytë për Bad News Eagles. Do vazhdoj me open qualifiers 3. Mundësi tjetër pra për ekipën tonë, do tjetë me datën 21 mars BNA në ngaren e Open Qualifiers 3 të PGL Astana. Nëse ka humbja apet në atë kualifikim pra me 21 mars, atëre e kanë edhe një mundësi tjetër Open Qualifiers 4. Pra janë edhe 2 mundësi për këtë turnament që do të mbahet pra LAN në kryeqytetin e Kazakistanit. Faleminderit djem shumë për suportin. Që ka me shtu ma tepër, ishte knatësi, ju dua shumë, hani iftar, zoti ka bull gjithve, respekte, pa fund. Pelojna pak LKS-in edhe t'ja ka zënë ndryshim qëto, sa here ka ndryshu punën e giveaway, pra duhet një kod ekstra për me marrë pjesën giveaway me bot depozit, $20 pjesëmarrja, veste shojmë